Laguna e Nartës, apo zona Pish-Poro-Nartë, ndodhe në veri të qytetit të Vlorës, pranë deltës së lumit Vjosa. Kjo është një nga zonat më të rëndësishme natyrore në Shqipëri, e njohur për plazhet e vigjera, pyllin mbretëtar, lagunën dhe biodiversitetin e pasur. Në këtë zonë jetojnë dhe ndalojnë qindra specie shpendësh, përfshirë flamingot dhe pelikanët, duke e bërë një pasuri të rrallë natyrore për vendin. Sot dhe gjatë javëve të fundit janë organizuar protesta nga qytetarë, ambientalistë dhe organizata të mbrojtjes së natyrës, pasi në zonën e mbrojtur janë raportuar punime me mjete të rënda, hapje rrugësh, vendosje gardesh dhe ndërhyrje të tjera që sipas aktivistëve po dëmtojnë ekosistemin dhe po kufizojnë aksesin publik në Bregdet. Sipas organizatës dhe partnerëve të saj, ekziston shqetësimi se po përgatitet një projekt i madh turistik dhe urbanistik në zonën e mbrojtur të Vjosës së Nartës. Ata kërkojnë transparencë të plotë, ndalimin e punimeve dhe mbrojtjen e habitatit natyror. Nga ana tjetër, institucionet shtetërore kanë deklaruar se ndërhyrjet janë të autorizuara dhe se aktualisht po kryen kryesisht punime paraprake dhe studime gjeologjike brenda kuadrit ligjor. Kjo është arsyeja pse debati është bërë kaq i fortë në opinionin publik. Por pse ka rëndësi Narta? Është pjesë e një prej ekosistemeve më të rëndësishme bregdetare në Shqipëri. Shërben si habitat për qindra lloje shpendësh dhe ka rëndësi të madhe për peshkimin tradicional, turizmin dhe komunitetin lokal. Konsiderohet një pasuri kombëtare me vlerë ekologjike.